Viti 2025 shënoi një kapitull të jashtëzakonshëm, të pasur me ngjarje të papritura dhe transformime të thella në jetën e këngëtarit nga Peja Gjesti. Nga një figurë e njohur për publikun kosovar si pjesëmarrës i Big Brother VIP Kosova 3, deri te triumfi spektakolar si fituesi Big Brother VIP Albania 4, ai përjetoi një rrugtim që përmbushi viti me fan të madhe, suksese muzikore dhe një tragjedi që do ta shënjonte përgjithmonë. Ai nisi vitin duke treguar karakterin e tij unik dhe historinë e jetës gjatë eksperiencës në Big Brother Kosova. Publiku e pa atë si një person të fortë, por edhe të ndjeshëm, duke shpërndar hapur kujtime nga fëmijëria e vështirë, përpjekjet për të bërë pjesë e skenës muzikore dhe sfidat personale që e shoqëruan gjatë rritjes. Ky format ishte më shumë se një eksperiencë televizive. Ishte një mundësi për të treguar botën e tij të brendshme dhe talentin që po linte. Por rruga e tij nuk u ndal aty. Me njëherë pas daljes nga Kosova, ai u ftua të merrte pjesë në Big Brother VIP Albania. Një kalim që ndryshoi gjithçka. Në Shqipëri, Gjesti u shndërrua nga një artist i njohur lokalisht në një figurë publike e dashur për të gjithë shqiptarët. Ky sukses i menjëhershëm shënoi një pikë kthese në karrierën e tij, duke i hapur dyert e mediave, intervistave dhe eventeve të mëdha televizive. Çdo lëvizje e tij ndiqej nga mira fansa, dhe emri i tij filloi të tingëllonte gjithandej në troje shqiptare. Në prill të 2025, pas muajsh sfidash dhe përpjekjesh të jashtëzakonshme, Gjesti u shpall fituesi Big Brother VIP Albania 4. Ky triumf nuk solli vetëm famë të madhe, por ndryshoi rrënjësisht jetën dhe karrierën e tij muzikore. Ai u bë një emër i njohur publikisht, i kërkuar në intervista dhe koncerte, dhe audienca e tij u rrit në mënyrë eksponenciale. Pas daljes nga shtëpia më e famshme, fokusi i tij u kthye drejt muzikës, duke shfrytëzuar famën për të ndërtuar një karrierë të qëndrueshme. Në fund të majit, Gjesti publikoi këngën e re Veshun Drequ, e cila u prit me entuziazëm nga fansat dhe u bë hit i verës. Gjatë verës, ai ishte i angazhuar në koncerte dhe performanca të shumta, duke treguar se famën e fituar e përdorte për të krijuar art të qëndrueshëm dhe për të konsoliduar karrierën muzikore. Por ndërsa jeta profesionale shkëlqente, jeta personale solli një goditje të papritur dhe tragjike. Në shtator të 2025, Gjesti humbi vëllain e tij të vogël, Eldionin, vetëm 15 vjeç, në një aksident tragjik me motociklet. Humbja e një të dashurit të afërt erdhi vetëm disa muaj pas famës dhe suksesit, duke e përballur reperi me dhimbje të thellë dhe sfida emocionale të paimagjinueshme. Për disa muaj, ai u tërhoq nga rrjetet sociale dhe publiku, duke kaluar një periudhë reflektimi dhe dhimbje të madhe. Më në fund, pak para vitit të ri, Gjesti rikthehet në Instagram, duke dhënë shenja se po përgatitet të kthehet në muzikë dhe të ndjek përsëri pasionin e tij. Ai njoftoi se në 2026 do të vazhdojë të publikojë muzikë, duke i rikthyer botës talentin e tij të veçantë dhe pasionin që gjithmonë e ka shoqëruar. Edhe pse 2025 ka qenë një vit i mbushur me sfida, humbje dhe dhimbje, ai tregoi se mund të ngrihet përsëri, të luftojë për ëndrat e tij dhe të kthehet më i fortë se kurrë. Publiku mbetet optimist se kjo periudhë e vështirë është vetëm një ndalesë e përkohshme, dhe se Gjesti do të vazhdojë të shkëlqejë në skenën muzikore ku i përket. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.